Zakonisht jam mësuar që në këtë parlament flas për hallet e popullit, për hallet e fshatit përgjithësia, tjeku dhe nga bujësia, po së radhe vi për hallet e patronazhistëve. Ka një mesazh, na mori malli. Na mori malli se gjendja civile duhet prap punë që të shpërnguli prap 1200 të ardhur nga Tirana 6 muajt e fundit në Lushnjë, e t'i dërgoj prap në Tiranë. Shkretët menduan se do ishin pushim të 3 muajt e beharit, menduan se ranë qetësi, por jo mas dasme, pas ka prapër të pastruar pjata dhe filxhan. Lushnja, për fatit tonë të keq, i ikën qindra drejtor, në Rapës nuk do hahet më qoftë dhe do pjetë raki, dritat që vjeshin me urgjencë tashmë nuk po ndizën më, koshet e pjera vazhdojnë si para lufte t'jen prap mullar, filloi pjera aroma përdhës plevitosur që na ja ofrojnë fabrikat e përletave, tani mas zgjedhjeve janë ndezur prap. Eksisoi Lushnjën e mori malli për zgjedhje. Pra mori malli për premtimet, po i bjen telefonave dhe çuditërisht janë gjithë fikur atyre që i bën. Du vendet e punës, u shitën. Si u shitën? Thjesht fare presionin maksimum lozim me bukën e kalamajve. Nuk ka asgjë të keqe këtu për të thënë dhe që këtë ditë çdo punojnë shtetëror. Nuk ka njësi administrative e cila nuk punoj orar dhe pa orar dhe mas orës 4, jo me premtimi si të ngrihesh dhe detyrë, po me premtimi si do t'ihesh nga punë në rast se nuk e bënte një gjë të tillë, sistemin e patronazhimit. Ikën të deleguarit dhe 2 nëndelegumit për çdo njësi administrative. Iku drejtori i OSHE-s, ikën gjithë të tjerë me radhë, që premtuan se bujku do të vadiste me një sistem me ujë gazuar. Deri këtu arritën premtimet. Sot kemi gëdhir prap si para 6 muajve. Hallë mbi hallë, shalqiri pa shit, gruri që ka 2 vjet që nuk mbillet, edhe nuk shitet normalisht. Sot në vend të lopëve kemi vajin e palmës. Pa tjetër sepse të gjitha ata baxhat që kishim radhu premtuar që jepini deftik tani. Ngopeni me vaj palme të haj populli, se zgjedhjet u fituan. Shko, për herë të parë kur mendoj se sa me arrogancë shmarrë dhe si ju ka trajtuar ju patronazhistët, jo dhe qoftë dhe ju deputetët, për herë të parë mendoj që shqyqy që nuk e kam babën gjallë. Se 3 mandate rreshtje e lirojnë nanën, tani do kthehem nga baba, shqyqy unë shpëtoj të kjo pjesë. Por gjithë ju nga i parit e i fundit, do brorisni për këtë, do thoni jepi baba dhe se 2 rrotat e fundit ka ngel. Si një barsalet e hershme shqiptare. Sot miq, dhimbja është maksimum, asgjë nuk ka ndryshuar. Shkoni pyesni hajtin Lushnjë, shikoj se sa qef dhe sa hare janë, dhe sot sa bukur t'i thonë me teklif maroj 200.000 lekë që na dhanë për zgjedhje. Hajde pyesni të gjithë lushnjarët me televizin, nuk ka nevojë më t'ju tregojnë se çfarë ka ndodhur sot, hapen gjithë. Të majtë e djatë ata që i premtuat ju se do t'i ngrinin qiell. S'ka më nys gjokaj dollira, se iku ajo e keshit. Nuk është më, edhe pse në orar të punës shfrytëzonte për dollin nys gjokaj, sot nuk është më. Ata atje çfarë do t'i themi? Shalqiri sushit, domatja po ashtu jo. Rruga ngeli për gjysmë para zgjedhjeve. Premtim shkrepat i quam. Atëherë, do të vazhdojmë se si funksionoi e gjithë skema. Lejet e legalizimit është shumë e thjeshtë fare. Mjaftoni të shikoni urdhrat që ka Agjencia Shtetërore e Kadastrës, që bën me master plane dhe me lagje. Hapini gjitha lejet e legalizimit që janë regjistruar dhe të shikoni janë gjitha atyre njerëzve që ju keni premtuar që do të merrni votë. Pra një këtu, një atje dhe një atje më tanë.
hapini e keni shumë kollaj, të gjithë me radhë. Sakt shkurt dhe shpejt, se çfarë ndodh. Hajde pyesni si funksionoi për traktorët me AZBR. E keni shumë kollaj, gjeni emrat se kush dhe si. Hajde në shikoni me skemën e naftës si është përdoruar. Shikoni listën e përfituesve. Se ku e kanë kanalizuar votë. A mund të quhet kjo vjedhje? Mendoj se po. Mendoj se po, sepse deri drejtori i spitalit që ndante dhe shpërndante vinte vërtet me ambulancë e spitalit natën, pa pas asnjë smur, nuk e di se si mund të quhet. Pa mendoj se si burgu i rri lepe peqe çdo drejtori i burgut dhe fiton 100% pushtet. Ai pushtet që e ka fut brenda. Se si ka mundësi që emra caktura i burgatxhiu e tjerë që nuk e di, ka harruar emrin nënës vet pa aq vite sa ka brenda burg, të gjej pikërisht atë kandidatë caktuar apo kandidatë caktuar. Masivisht. Këtë edhe bufi natën e gjem. Të nderuar shqiptar, unë po e mbyll shkurt, jam folur të flas pa hallet e juaja, por sot jam i gëzuar që nuk kam babën gjallë. Faleminderit zoti Koreshi, këtu mbyllet diskutimi për këtë projekt ligj. Vijojmë me pikën tjetër të rendit ditës, projekt ligj për kontrollin e kufirit shtetëror. Fillimisht ka dikush pyetje për nismëtarin? Nuk ka. Atëherë fillojmë diskutimin me paraqitjen e akteve e ligjit nga nismëtari zoti Hoxha, keni fjalën. Nderuar drejtuesi i seancës, të nderuar deputet, sot diskutojmë një projekt ligj me rëndësi thelbësore për sigurinë kombëtare dhe për përmbushjen e objektivave strategjike të vendit në rrugën e integrimit evropian, projekt ligjin për kontrollin e kufirit shtetëror. Ky projekt ligj nuk është thjesht një ndryshim teknik apo formal, ai përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt forcimit të kapaciteteve tona shtetërore në menaxhimin e integruar të kufive, drejt forcimit në përputhje të plot me standardet e Bashkimit Evropian dhe kodin e kufive me Schengen. Në këtë nismë ligjore, ne jo vetëm përmirësojmë kuadrin ligjor ekzistues, por hedhim një hap tjetër drejt sigurisë moderne, efikase dhe të integruar. Risitë që sjell ky projekt ligj janë të prekshme dhe me impakt konkret. Së pari forcohet bashkëpunimi ndërinstitucional dhe ndërkombëtar nëpërmjet krijimit të qendrës kombëtare të menaxhimit të integruar të kufive, e cila do të jetë një hall kyçe në koordinimin e informacionit dhe veprimtarisë ndërmjet agjencive të ndryshme shtetërore dhe partnere dhe europiane, përfshirë Frontex dhe organizma të tjerë ligjzbatues. Së dyti rritet siguria në zonën e verifikimit kufitar përmes përcaktimit të qartë të një zone 2 kilometra brenda territorit ku rojat kufitare mund të ushtrojnë kompetencën e tyre në mënyrë të ligjshme dhe të kontrolluar. Së treti, projekt ligji parafron edhe një herë dhe inkorporon dispozita të rëndësishme të Bashkimit Evropian, si ato që lidhen me sistemin e mbikëqyrjes së kufirit, me të dhënat për pasagjerët si dhe për rregulloren lokale në zbatim të kontrollit kufitar, çka jep dimension praktik dhe lehtësues jetës së qytetarëve që jetojnë në zonat kufitare. Së katërti, projekti luan një rol kyç në luftën kundër migracionit paligjshëm, krimit të organizuar dhe trafikeve ndërkufitare, duke fuqizuar kapacitetet teknike, operative dhe ligjore të forcave tona të rendit në pikat e kalimit kufitar dhe në të gjithë gjatësinë e kufirit shtetëror.